Mbledhja rrallës e Këshillit Bashkiak të Shkodrës u shoqërua me debate të forta ku pika që lidhen me miratimin e subjekteve që kërkojnë të njihen si posedues jo pronar dhe plan rilevimet e sipërfaqeve përkatëse në zonat e zhvillimit në territorin e Bashkisë Shkodër u kthye në çështjen më të diskutuar. Opozita e quan atë që njihet ndryshe si paketa e maleve, grabitje të hapur që po bëhet pronarëve për të favorizuar persona të lidhur me pushtetin. Procesi sipas tyre rrezikon të cënojë të drejtën e pronësisë dhe mungon transparenca në përzgjedhjen e subjekteve që përfitojnë statusin e poseduesit jo pronar. Jena bë jo serioz sepse vjen një projekt vendim dje me ultimatum sepse e kërkon kryetari i bashkisë dhe na o burra ta kalojmë. Vetëm fakti që është e dyta herë që kabineti i zotit Beci vjen me kënd prezent këtu vetëm për presion, mi u bë presion ju se jo ne. Sa vota vin, sa njerëz vin, se herën tjetër gati ishi të i dështu. Ashtë e të mërshme, si me thanë. Shifet kë regjimi i instalum në Shqipni dhe në Shkodër dhe më dhen jashtëzakonisht keq që kolegët e mi në Këshill, pavarësisht të krahut politik, të binë pre e presioneve të kabinetit të zotit Beci. Sepse është e dyta herë që bëhet ky presion. Nuk është bëhet si herë. Është e dyta herë që kabineti i zotit Beci vjen këtu edhe numëron votat, kush voton, kush s'voton, përmendon andaj sigurisht shpërblimet për gjithë ata që i binen urdhnit të Becit. Paketa maleve është korruptive. Paketa maleve është ndarje interesave dhe nuk është absolutisht në shërbim as të Ragamit, as të Thethit dhe tas një zone që janë perla të Shkodrës nuk janë në interesin atyne banorëve, as të Rjollit, as të Velipojës, as të Kërkuj që përmban territori i Bashkisë Shkodër. Ky është turpi më i madh që ju i bani Shkodrës. Nuk sqarohet pse pikërisht këto pasuri të Bashkisë Shkodër hynë në paketën e maleve. Cilat janë kriteret ligjore që i përcaktojnë këta? Pra, unë mendoj se ka për postjerave shumë ngutje për këtë gjë, që ju doni me e basës banë, ka edhe mangësin dokumentacion, ka edhe jo transparencë të dokumentacionit, pra nuk jeni të basi gjatë tjetër, por jeni të ngut me e da Shkodrën, me e da si përfaqen, me da që i takon qytetarëve të Shkodrës në 2-3 individ dhe hajde ta japim. Ato janë zona perl, janë zona të cilat për para se mullan duhet më menujher dhe duhet me ditë që duhet më ba me ata zona. Apo burra hajde t'i japim dhe t'bajnë që dojnë, sepse normalisht në kjo se merr X-i, mas ati është Y-i edhe vazhdojnë. Po tjetër që këto që janë përfshirë te paketa maleve, në rastin konkret për këto dy pasuri, plotësojnë kushtet dhe gjithë tjerët po verifikohen. Ka për atyre që nuk i përkasin që janë trajtuar me OMTP dhe sikur e thamë kjo nuk është një mënyrë për t'i tjetërsu pronat atyne që e posedojnë ndër vite, po është një mënyrë për me gjetë një mënyrë për mu pajis me letra dhe dokumentacion ato që nuk kanë pas mundësi më trajtu me 7501. Dhe kjo është zgjidhja që jep paketa maleve. Na jena të ba që unë kam thënë edhe herën tjetër për paketën e maleve. Qoftë edhe për në Thet, jena të i fut njerëzit në konflikte pronësijet. Ajo nuk është as pak e vërtet, nuk ka konflikte pronësijet kur procedura është krejt e transparente, është mundësia që çdo person që ka pretendime mi paraqit dokumentacionin dhe mo verifiku pretendimet. Atje paketa e maleve është një ligj që është nul, është ligji porositon për me kompromentu zonat mbrojtura, zona me potencial turistik. Po mirë, dhe nëse ju në këtë rast merrni për bazë ligjin, atëherë ju jeni pronar. A jeni pronar? Nëse ju jeni pronar, ju duhet mbroni pronën tuaj. Pik, kaq e thjesht është. Po tjetër. Ti thumas me zbatu ligjin. Unë po të them me zbatu ligjin. Ti je pronar, si bashki je pronar, ai je pronar. Po tjetër që jam pronar. Atëherë pse duhet ja japësh një të tretit? Sepse ka një ligj që është paketa maleve, që thotë këto toka që nuk janë trajtuar me 7501. Unë jam pronar i ligjshëm. Lutem pronar. A je ti pronar i ligjshëm? Po ligji morzoditë që ti. A je pronar i ligjshëm apo jo? Ligji nuk është vullnet personal. A je pronar i ligjshëm ti si bashkia asaj pronë? Po të thosh 5 herë po, do të them po. Atëherë ti nuk mbron pronën tënde? Jo, më nuk e mbron pronën tënde. Shumë e bukur. Ti nuk mbron pronën tënde, shumë e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë. Nuk është në strategjinë e menaxhimit të aseteve kjo gjë. Nuk është kështu. Më habit fakti që një person pas ka një sipërfaqe të tillë në posedim në pronësi, 500 metër katror.
A din çfarë do të thotë 500 e sa mijë metër katror? Sipërfaqen e liçenit Shkodrës kur ka përmytje. Kush ka ai që pas ka kaq pronë? Mos tallen deri në këtë pikë. Magari gjeni atë 50 vetë që ta dojnë me styre. Një qytetari Shkodrës më shkruan mua dhe më thot një nga emrat thot ashtu të vllai drejtorit thot të bashkisë kaq. Ja pra ka transparenca, që tira transparenca asgjë s'ka. As nuk tha askush që s'ka asgjë, por tira transparent me njëri tjetrin dhe ti shohim gjanat si janë. Kështu, këta janë faktet. Pavarësisht debateve, majoranca e votoi projekt vendimin. Këshilli Bashkiak kaloi me shumicë votash gjithashtu edhe një sër vendimesh, mes tyre përdorimin e fondit shtesë për ndihmën ekonomike, dhënien e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga zjarri, marrëveshjen me Federatën e Futbollit për rikonstruksionin e terreneve sportive, planet për përmirësimin e arsimit parashkollor dhe parauniversitar, si dhe subvencionimin e transportit qytetës dhe rreth qytetës.